Porti i Shëngjinit shihet si një nyje lidhëse shumë e rëndësishme për Ballkanin në të ardhmen. Projekti për zgjerimin e tij ka ngjallur interes të madh tek shtete si Kina, Gjermania, Kuvajti apo Kosova. Në bazë të projektit parashikohet që porti aktual të përdoret për anije dhe jahte turistike, ndërsa pjesa e përpunimit të mallrave do të zhvendoset disa kilometra. Ka një interes të vazhdueshëm nga pala kineze, ne kemi 8 muaj që jemi në tratativa me investitor strategjik kinez, gjithashtu edhe gjerman, gjithashtu edhe holandez, që kanë shfaqur një interes për ndërtimin edhe këtij portit. Aktualisht ky port ka kapacitete shumë të ulta për punuese, të cilat llogariten deri në 300.000 tonë në vit. Në portin e Shëngjinit përpunohen kryesisht materiale ndërtimi, si çimento, tulla dhe tjegulla. Ndërkohë, në bazë të projektit synohet edhe rritja e aftësisë për punuese të mallrave. Kapaciteti aktual i portit Shëngjinit është 300.000 tonë në vit. Përpunimet e këtij portit ne mund të arrijmë në shkojmë deri në 500.000 tonë edhe 600.000 tonë. Kosova është vendi që ka afërsi më të madhe gjeografike me portin e Shëngjinit, por që marrëdhënia me biznesin e këtij vendi është zero pasi nuk ka aftësi për punuese. Porti i Shëngjinit aktualisht operojnë italian, turq, malazez, grek dhe shqiptar, ndërsa bizneset kosovare janë shumë skeptik për përdorimin e këtij porti. Megjithse ne kemi tarifat më të ulta në rajon, impakti ose marrëdhëniet që kemi me biznesin kosovar është zero. Projekti i përzgjedhur për portin e Shëngjinit parashikon ta transformojë atë në portin e dytë më të madh në Mesdhe, duke i dhënë një impakt të jashtëzakonshëm ekonomisë shqiptare.